Përshëndetje miqtë të dashur. Ja ku po takohemi sërish bashk në një tjetër edicion të programit fluturues të fëmijëve. Edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të luajmë, mësojmë, hargëtohemi pafund bashk me materialet të cilat me dashurinë më të madhe i përgatisim për secilin prej jush. Mirë po, se për çfarë sakt bëhet fjalë kësaj radhe, unë ju ftoj që të ndjekim bashk kryetitujt. Leximi, siç e shohin fëmijët. Librat fluturues të zotit Maurice Lesmore. Punime kreative me letër. Testoj njohurit në quiz dhe gjegjës. E tani të dashur miq, përmes programit fluturues të fëmijëve, do të fluturojmë drejt një aventure tjetër. Bëhet fjalë për faqet magjike të librit. Ne do të mësojmë se libri në fakt nuk është detyrë, por është një mik i mirë, i cili na pret, nuk na gjykon dhe na jep mundësinë që të udhtojmë në vendet më të largëta. Ta ndjekim bashkë rubrikën në vazhdim dhe të njihemi me lexuesit e rinj, të cilët me kënaqësi do të na tregojnë titujt e tyre të preferuar. Programi fluturues i fëmijëve e nis një udhëtim ndryshe. Do të futemi në botën magjike të librit, aty ku gjithçka është e mundur. Aty ku një faqe mund të hap një aventurë, një fjalitë të bëjë të ndalosh dhe një personazh i vogël të udhëheq deri në fund të botës. Në edicionin e 25 të panairit të librit në Prishtinë. Në raftet e mbushura plot, librat presin t'i takojnë lexuesit e tyre. E fëmijët, me syt plot shkëlqim, kërkojnë histori që flasin ata. Disa i hapin librat ngadalë, sikur të mos duan të zgjojnë personazhet. Disa e lexojnë me zë, të tjerë vetëm buzëqeshin dhe vazhdojnë më tej. Po më tregon se si ke kalu këtë vetë në panairin e librit? Vetë kam kaluar shumë mirë, pa nese mua shumë më qenë librat. Cilat librat pëlqejnë më shumë ti lexosh? Më shumë ti pëlqejnë Pinokio dhe Veroja. Veroja, çfarë bëhet fjala aty? Pse të kanë pëlqyer ata më shumë? Veroja më ka pëlqyer pse është për një vajzë që ka luftuar për detet e soja. Çka të ka pëlqyer më shumë ti te panairi? Shumë ti më ka pëlqyer Kopshti i Sekret. Urosha, a po më tregon si e ke emrin? Janina. Në cilën klasë je? Parë. Në klasën e parë. Apo më tregon mua si libra i ke marrë këtu në panairin e librit? E me ku marrë... Pas ke marrë Gomari, kur u bë kaj. Pas kemi marrë edhe një libër tjetër Vajza dhe Surik. Dhe pas kemi marrë si Gjeti Folin, Mojtë Dyshe. Që të pëlqen ty të lexosh libra, Janina? Pse shumë më pëlqen mi lexu, se janë shumë të mirë mi lezu. Çfarë të pëlqen më shumë ti te librat? Të mësojnë fjalë të reja, bësh më e zgjuar? Po edhe fjalë të reja mësojnë mi bë shkronjat edhe rrugja. Pse të pëlqen të lexosh libra? Sepse janë të mira. Janë të mira, për çfarë janë të mira? Na pasurojnë mendjen, na bëjnë më të mençur? Po. Cili është libri i preferuar? Këtërkucja. Çfarë bëhet fjala aty? Një herë u kanë një vajzë dhe donë të ma shumë zysja. Vëtani një ditë u kanë ujkë ka dos më bosi zysja me hangër këtërkucjan. Çfarë ke mësuar nga ajo? Ka mësuar për më të shkonte shumë largë. Që mos shkojmë shumë largë dhe mos ju besojmë njerëzve të panjë. Të huaja. Leximi nuk është detyrë, është kohë për vete.
është qetësi. Është një mënyrë për të mësuar gjëra të reja, për të ndjerë emocione dhe ndonjëherë për të kuptuar gjëra që nuk dinim si t'i thoshim. Dhe pikërisht për këtë, libri është madhështor, sepse na flet pa e ngritur zërin. Na jep hapësirë të mendojmë, të ndjejmë, të bëhemi më të mirë. Nuk na nxiton, nuk na gjykon, vetëm na ofron dije, ndjesi, botë të tjera dhe na lejon t'i përjetojmë kur jemi gati. Në një botë që shpesh lëviz shumë shpejt, libri është vendi ku gjithçka ngadalësohet, ku gjithçka fillon të ketë kuptim. Në këtë episod kemi takuar shumë fëmijë lexues, të vegjël në moshë, por të mëdhenj në mendime. Ata na tregojnë për librat që i bëjnë të qeshin, për ato që i lexojnë me zë në shtëpi, që i marrin me vete në çantë, ose që i mbajnë pranë shtratit. Sa të mirë që keni juve, po më tregoni sa vjeç jeni. Sa vjeç jeni? Unë 7.5. 7.5. Unë 8.5. 8.5. Më tregoni si po kalonin panajirin e librit, kush po më tregon? Si po kalonin? Shumë mirë. Çfarë ka pëlqyer më shumë? Krejt librat shumë të mira. Po ky libri në dorë që e ke, cili është? Lullat vojë. Lule vajza, të pëlqen ty të lexosh libra? Po. Pse të pëlqen? Pse mendjen ma mirë ta bën edhe ma smart. Pra, po juve pse ju pëlqen të lexoni? Sepse ne mësojmë gjëra dhe më pëlqen me lexu fjalë, se pastaj nëse jena shumë të keq të lexuar, pastaj bëhem më të mirë. Patjetër, mësojmë fjalë të reja, mësojmë që të flasim më bukur, të jemi më të mençur. A ke ndonjë libër të preferuar ti? Shqip? Shqip ose anglisht? Në cilën gjuhë të pëlqen më shumë të lexosh libra? Duket shqip, ditari i Gregut, ose Gregu, çfarë bëhet fjalë aty? një prej tyne që e merr se është një djathtë që është shumë i keq edhe pastaj e prek edhe pastaj krejt iken prej tyje. Wow, e çfarë ke mësuar prej atij libri? Që nuk duhesh ti veç më bo mirë për shokët, ama më bo për veten. Pra, du t'jemi mirë së pari me vetë-vetën tonë, pastaj edhe me miqtanë. Kështu fillon ndryshimi. Po ti bukurosh më trego se çfarë të pëlqen të lexosh më shumë, pse të pëlqejnë librat? Pëlqejnë librat, mësoj fjalë të reja, i mësoj të lektyra, se çfarë kam. Mëson mesazhe të reja. Po, Cila të ka pëlqyer më së shumti? A ke ndonjë libër të preferuar? pasoj e topin. Pasoj e topin. Çfarë bëhet fjalë aty? Aty bëhet fjalë për një vajzë që i ka një dy vëllezër që vajzës i pëlqejnë futbolli me një shoqe, ato dy veta i bullizojnë ato dy vajzat e luajnë futboll së bashku. A ke mësuar që sporti është për gjithë, nuk ka lidhja jemi vajza apo t'jem, gjithë meritojmë të luajmë, sidomos nëse jemi të talentuara. Po. Çfarë mesazhi ke për të gjithë fëmijët që na ndjekin? Ai këshillon ata që të lexojnë sa më shumë libra? Po, mu më pëlqen që tjerët me lexu libra se mësojnë sa në treja manej. Tjetër që po, faleminderit shumë. Apo më tregon mua se si po kalon në panajirin e librit? Mirë. Pse të pëlqen ty të lexosh libra? Më pëlqen se kam qef të di histori të ndryshme. A të pëlqejnë më së shumti librat me histori? Po. Cili është libri yt i preferuar? Ditari i Gregut. Çfarë bëhet fjalë aty? Më duket aty janë një seri e librash. Kam disa libra dhe libri im i preferuar është libri Trundal. Rana, po më tregon mua pse të pëlqen të lexosh libra? Pse e do ti librin? Sepse leximi është një mendje që na Një mendje e re që na pasuron. Po, që na pasuron. Edhe ky është libri Mrekullia me kapitull me librin e ri të romanit. Çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për kapitullin e Gjulianit. Çfarë ndodh me këtë Gjulianin? Gjulianit i kishin ndodhur shumë situata kur Augusti kishte qenë në shkollë. Çfarë na flet ky libër? Cili është mesazhi i tij? Na tregon që ne nuk duhet të ngacmojmë të tjerët, i paragjykojmë ata në bazë se si ata duken?
po kërkon shumë kuptim me diversitetin, edhe paragjykimi është një mendim i gabueshëm për dikë, i bazuar në fakte. Pra, çfarë i këshillon të gjithë fëmijët që na ndjekin përmes ekranit? I këshillon ata që të lexojnë sa më shumë libra? Po, Pse duhet të lexojmë neve shumë libra? sepse libri na e hap mendjen tonë. Sepse kur një fëmijë lexon, rritet jo vetëm në trup, por edhe në mendje dhe zemër. Libri nuk përfundon kur mbaron faqja e fundit. Ai vazhdon të jetojë brenda nesh, në mendimet tona, në fjalët që i përdorim dhe në mënyrën se si e shohim botën. Kështu e mbyllim këtë udhëtim të vogël në mes të librave, deri ta hapim librin tjetër. E tani, miqtë e mi, erdhi koha për rubrikën e gjë-e-gjësës. A mund ta gjeni përgjigjen? Faqe pas faqeje, bashku udhëtojmë, në mal, në fush, në det të ftohtë. Azi, Afrikë, kudo që dëshiron, më merr në duar dhe me vrap do të shkojmë. Libri. E tani, erdhi koha për të testuar njohuritë tuaja përmes quizit. Ta ndjekim bashk. Cili është vendi më i mirë për të lexuar? Vetëm në bibliotekë? Vetëm në shkollë? Kudo ku ndihemi mirë? Kudo ku ndihemi mirë. E tani të dashur miq, unë juftoj që të ndjekim bashk fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Libër. Faqe. Lexim. Udhëtim. Kureshtje. Mësim. Qetësi. Magji. E me kaq të dashur miq, po e përmbyllim edhe këtë edicion të programit fluturues të fëmijëve. Sigurisht për të takuar përsëri javën e ardhshme, në po të njëjtën kohë dhe në po të njëjtin vend. Kemi shumë gjëra interesante për të mësuar. Mirë po, deri të shtunën e ardhshme, mua më duhet t'ju përshëndes. Nga unë Edlira, mirupafshim. Tëng tëng.